përmendet palloshi i gjatë. Por ka mendoni sa ka ajo? Ma thuj dhe një herë. Në dosjen e Belinda Ballukut, në përgjigje që janë bërë asaj me varësit e saj, përmendet një term që ajo përmend palloshi i gjatë. Po, palloshi gjatë ndryshojnë, e di ku thon palloshi ajo. Po ka ajo? Palloshi i thon drurit, drut madh, drut vogël, i thon sa gjana, s'ka. Ku i thon drurit? S'ka lidhe me në gjë tjetër, a? S'ka vazhdon një drur gjatë. Po për ka, ku ti drejtohet? Ajo Ku të të shoketia, jo ku t'i gjohën, të shene i pleqë, që ne të më shujt nuk mojnë vesh, kush ka lurë 70 rrethaj. Ajo është e re, nuk rreth. Kurse ne rrjedhim, ne që jemi të moshuar. Pse nuk po elçon Rama Ballukut? Si? Rama, pse nuk elçon Ballukut? Si që bëri me Ervelien, me Tahir, me ta tjerë? Nuk por vesh ka politika, bukurrash, nuk... S'kam lidhi, Smera po s'do me... unë kam profesion tjetër. Ne i themi palloshi, themi drurit, një gurit mas, një dru, sa që nga ki pallosh, sa që kështu, drur, po jo... Po një njeriu të gjatë i thoni? S'ka. Se shky palloshi. Po që, jo, vetëm që nga një dru gjatë, kash, s'ka lidhi me njerëzit ajo. Ka lidhe. Jo, kur, unë tham nuk ka lidhi. Ku t'i gjë unë? Unë e tham me bënjet plot. Ajo ka thanë për diku, nga se, ato nga ne djetë se sulmoj shumë, edhe palegu i ka thanë, kusha i djetë në një aty, ka në një djetë aty? andej nga përdoja nuk bahen shumë për gjatë. Po i Se ajo ka të përdor dhe mbijemin i gjatë. I shkurtrit do shumë ko me kapat e mollë në ati sipër. Do ko. Se kap do, i gjatë e kap me dorë, kap. A e kuptoni? Po pallosh është fjalë e huj. Nga se vjen? Ky vjen nga fjala turke. Ose nga këto që janë këtu, nga to fjalë të mëdha vjen palloshi diku këtu, jo ka. Dru i gjatë, shkurt. Po dru i gjatë, po jo kështu. Njerëzit flasin shqip. Greqia, greqisht, anglia, anglisht, këtu. Ku i thonë, pyetni atë, aty e keni ku i thonë. Rama ka menduar se është drejtuar atij dhe është disi prekur nga Balluku i lënduar. Atë theme diçka që ju duhet. O djalë, babën ati unë e kom njoftur, ishte i vogël. I ullu po një 18 vjeç, lute futboll. Lute futboll, ka qenë i mirë ai. Gjyshi i kësaja ka qenë një person shumë i zgjuar. Beqiri. Edhe luftar i madh, Beqiri. E njoh se më ka thënë baba. Më ka thënë baba që ai ka qenë luftar i madh, se ka luftuar. Kur avra që më shtava baba im ka qenë aty, ishte punëtor pa shkollë, ishte hajde dru me prej, thonte baba im. Baba im ka qenë. Po Balluku është zgjuar, ka ngjarë gjysh. Balluku ka qenë shumë i zgjuar. Shumë i zgjuar, dhe luftar i madh ka qenë. Po mbesa. Mbesat janë të mira, mos se rrushi për rrush, qeni bo qen. A ke moment që shkon ato me qen? Rrushi për rrush, darda bo darda, komlla bo komlla. Ajo e ka një fije aty. Unë nuk jam me Ka politik. prik Rama Ballukun. Kur? As Balluku Ramën, as Rama Ballukun, ai që ka bë, do t'i heqi vetë. Nuk heqi kokën shtë ime, unë çfarë të kokë ime. Kjo janë diçka shumë e thjeshtë. Pra, janë folë për ato tunelin atje, për atë që ai qobu aty. Ai tuneli e di që ka mrena. Ku dihet se çka ka mrena aty? Ai di se 3 metri 5, 4 ballë. Më bëha që... Ku dihet ajo? Pra janë gjana që Ka mendoni se ajo nuk ajo më ka projekt. marrë para nga Po s'ka më pra ndonë, më shërë për ato shkojnë nëpërmjet shtetit, diku aty janë inxhinier, arkitekt, projektus. Më thënë ka dalën kanë. Si bën të punë? është e pafajshme. Po, për mu, ministri po. Inxhinierët nëse kanë bën gabim, ato të gjenë. Inxhinierët që janë aty, jo kjo. Shpun ka kryeministri madje, kryeministri ka bën ministrin, kaq. Pse kryeministri do rrimas njerëzit, do vi aty malsi kurriun. Tendrat i ka thënë ajo. Po tendrat që në fillim kur janë vuar, atëherë si janë aprovu ato? Inxhinieri ka pranuar, inxhinieri që ka bën atë projektin. Si inxhinieri do të bënte projekt, e ka bën projektin ai, ka gur 6, që thonë 6, 7, 8. Ajo guri. Pa ne janë gjëna që mu më duket e pa drejt, të merren me Ballukun, të merren me... Mirë më, ky që ka imi këtu poshtë, ai Arjan Velia. Të shi gjukatë u shetu, sa i tha që do të shkojmë këtë bashkisë.
Po Spaku nuk e ka liruar akoma nga akuzat. Po si s'pak, po pa e pse dha? Që ky të shkem bashki, ku shkoj ky? Tjetër detyra dhe është çështje tjetër për çfarë ajo. E s'kem burg ky tash, po burg është ai. Si bën këtë punë? Ai është do të jetë aty. Ai ka vendosur drejtorët, inxhinierët e gjithë, ai ka vendosur. Erian Veli nuk ka shku me kontrollu varreza dhe se kush hojnë varra, kush ka dalë nga varri. Në janë gjëna që mu më duket e pa drejt. Ai që ke bashkia, kur të arrestoj, kur dalë vendimi që i të donoj, se nuk ka për t'ikër ai. Që një ai që i ku e shkojnë, ka i ku e Zvicra, ku shkoj e tjetë, se me s'kemi nisi. Ky s'ka për t'ikër, sa këtu. Është me votën e popullit, ka votuar populli për ten sa punëtar. A është Spak kundra Ramës që po ja... Spaku nuk është kundra Ramës, Spaku është ai që i thoj ligjet. Po gjykata vendos. Se nuk vendos Spaku, Spaku ka shkoj aty gjykata nxjerr jashtë. Si bën këto? Deri tani shumë zyrtarë të Ramës janë burg. Po në burg hyn ai që i bën, ai që i thoj ligjet hyn në burg. Ai që nuk i thoj ligjet, pse nuk konfusin burg mu? S'kemi qenë ministra, as unë as ti. Po nisë po unë kam rastin mu bë ministër, unë kam tjetër rast, tjetër janë gjana që duhet shkojnë atje, ose ta dënojnë, çfarë ka bën? A ka bën këtu po, ta dënojnë 10 vjet, 50, 6 vjet. Anj vita, hiqa. Jo që no, 3 bashkia me inxhinierë, 3 bashkia me gjana që sa takojnë. Edhe turp që unë të flas këtu se jam shumë i mëshuar. Se mu nuk kam interes, më dash të ri, më dash t'i dënojnë, më dash t'i çojnë ka dun. Unë s'kam interes ma. Fare. Fëmijët kanë ikur, janë punë e tyre, këtu veshtjeni mirë, jure gjithë mirë. Pse si pyet një kot, moshurit, se i moshuri nuk di asgjë, rrjedh nga koka. E ke pasalën që del ditë për ditë. Përmendet një term që ajo përshkruan palloshi i gjatë. Për kë mendoni se e ka? E di ma të që e djetë është të knahire. E ka për një që quhet kryeministër sot. A thët XY, një naiv. A që s'ka kulturi thët të fjallë. A që s'ka nivel. Pse? Respektin në kulturën, pozicionin që ka. Pra, janë njerës pa nivel, që fatkeqësisht i kemi edhe Gjoja lider, marrin parat tona, Gjoja në emrin e kuj, deputetëve, e kuj, njerëzve të kulturu, njerëzve që faktikisht s'kan shkru kur një artikull, s'kan kapër kur një problematik, s'kan kënë të aftë, s'kan ditur, s'kan pasur kurajun civile, nuk kanë arritur kur të bëj një problematik që quhet e nivelit kombëtar. A i kupton në i fje që flasun? Sa janë për e tillë që na kanë pinë jetën tonë, me vite, me dekada. Një naiv i cili për na hoqi edhe nga puna, Gjoja do bëj një zhvillim tjetër, një këndvështrim. E paguam, kur ja tham, nuk desht. A e kupton në fjesa? Po do të thotë palloshi i gjatë. Pse mendoni se ajo përdor këtë term për të përshkruar kryeministrin? Po e dim tash është që populli shqiptar i ka disa gjëra, një kategori, jo një popull. Populli ka dhe gjëra të mira, por ka dhe minuset e tij. Disa gjëra janë. E përshtatet ky term kryeministrit? Unë mendoj jo. Jo. Pse? Unë mendoj jo, për arsye se ka disa gjëra shumë të veçanta pozitive. Ai që është burr, ballafaqohet hapur. Edhe i thot hapur mendimet, edhe ku? Në vlera. Sa kam pasur, sa jam neshur me një kategori. Ai vetë ka zgjedhur Ballukun për zëvendëset e tij. Po mirë, ne nuk duhet të konceptojmë jetën që shumë herë edhe gënjehesh. Shumë herë edhe është gënjehesh. Mendoni se ajo është gënjur nga ajo? Akoma nuk e dim faktet. Akoma nuk e dim. Sepse aty duhen sita, pra shëndet, duhen qisa e vërtet duri fjala, se ne e kemi këtë. Kur ka diçka që të mërteshma, është e vërtet. Kupton? Ka diçka që duhet ta sisim mirë themi ne, pra ta peshojmë mirë. Gjatë homazheve për Fatos Nanën, u pa që Rama sikur e shmangu disi Ballukun, u larg me sa transmetuan mediat, nuk patën kontakt me shumët. Ka edhe gjëra. Ato u shfaqën sërish
së bashku, Po të ka, ulur po ka. afër njëri tjetrit. A mendoni se kjo është një lloj mënyre për të mos nxitur opinionin Mirë, publik që të mirë, flas, mirë. apo A ka gjëra që në jetë që thuan edhe keq kuptime, edhe të qëllimshme, po edhe interesa, po edhe pozicionime. Në dini që gjuha e trupit ndonjëherë flet më shumë se sa Po, po, Rama e shmang të Po. gjithë kohës kontaktin me po Ballukun. pse mos të them, po ka edhe gjërat e tilla, ka raste nga njëherë që me të vërtet janë pak të çuditshme. Nga njëherë janë edhe origjinale, nga njëherë janë shumë të domosdoshme. T'ja themi edhe njëri tjetrit. Sa kemi ne, sa të duash, sa neshim, sa të duash. Pra, Në e jetë, natin vetëm një javë, Prit, atë, tani unë ka kam kaluar përvoj nati. më shumë. Ja me flok, ja. Shikoj, ja. Më shumë armiqësinë më të madhe në jetë, kam ndeshur nga ato që i kam kujtuar se i kam me miq. Pse? I kemi pa? Egoja, kam binjë është diçka e gelit pak që e kemi ne. Kush e di? Nuk arrim dot të dalim nga kjo klapi. Është një klapi pak si e trashëguar, do të themi. Edhe është rritur. Është rritur. A në këtë Këto janë gjërat që unë i kam ngritur, i kam shkruar, i kam thënë me vite, me dekada. Ti thu, i kam thënë në fillime, ke parasysh ti lëvizja e lirë. Si lëvizja e lirë? A do marrim pronat? Pra, u futëm në një luftë civile. U tha në fillime, të prishim gjitha fabrikat dhe uzinat. Pse po i prish, më naiv? Kush ta dha drejtën? Qa jeti? Kush jeti? A i kuptonin e hje. Pse po na heqnin nga puna dhe po na len pa punë? A e paguam ne sot me pensionet? Ku ja kishim borç? Këto gjëra kërkojnë diçka që quhet motiv të ulesh edhe ta gjykosh me këmbë në tokë origjinal. Po që më duhet moj diskutim gazbardhët, e disa tjerëve pa i marrën mëra, e disa tjerë që me bënë mu si lider. Si lider? Kush lider? Për qa lider? Unë dua jetën time në rallë parë, nuk dua atë deputetin i cili tallet me jetën edhe gjoja thënë si njish. Për qa bënë si njish? Sa kam unë nga shkërci që s'kan ditur në botë, kur as një gjë, as një problematik të ngrisin. Se kanë pasur kur kurajën civile të ngrisin diçka në radio, në televizione. I kemi ngritur. Pra thjesht njerëz kot të rëndomt, para ma lekun e kanë marrë si me të mirët. Po mos harro se e kanë edhe sot të pensionet. Kujt ja kena borç ne? Kujt ja kemi borç vitet ne? I kam shkruar këtë unë. Mikja ime duhet i themi hapur mendimet. Shumica nuk i thojnë. Disa po, din të rinë në televizor, të rrinë me orë, edhe bëjnë gjoja si kur jemi njerëzit e mëdhej. Kush? Po për që e njerëzit e mëdhej? Për që shquen? Këto kërkojnë biseda në studio. Ju bëni mirë që merrni mendime, unë po i them këto, sepse kam posh. Bëni mirë që merrni mendime, sepse opinionet janë të nevojshme, por disa duhet me pas në studio biseda me të vërtet, me vlera që i vlej një shoqënie. Po të përmendet palloshi i gjatë. Por ka mendoni sa e ka zëvendës kryeministri? Po ku di gja, vllai, ç'a të them unë, kush është palloshi i gjatë? Ajo di. Unë zi ç'a të them. Këto janë epitete që këto i vënë edhe nuk japin sqarim. Dhe japin me vetë. To ofendojmë ne se kemi moshë. Në media është thënë që ajo i drejtohet kryeministrit. Ajo me gjithë kryeministrin, një është zëvendës, tjetër është kryeministri, zgjidhet vetë ato sa hapet. Ne jemi popull, ne s'dim gjatë. Pse zgjedh këto fjalë për ta përshkruar shefin e saj? Ç'a të them unë? Ai është kryeministri. E ka votu populli, dytërisht, vazhdon detyrën. Populli e votoi. Pse Rama Tamam. nuk po lëshon Ballukut siç ka bërë me zyrtar të tjerë ose ministra të tjerë që janë akuzuar? A ka marrë spaku. Ajo di, s'ka punë Rama
me spaku, ta zë me zhë A duhet shkarkohet balluku? Po pa të bëhet shkakohet e të hyrë në burgët bilës. A ka Djerë sa Rama po- frik ballukun? A ka Rama frik ballukun? Rama s'ka asë një frikë me modër. Ma ashtu hiq fare. Ai s'ka frikë fare. Ka që themi në dhe. Ma tepër s'kam që themi. Falim. Gjatë homazheve që u bën për Fatosnanun, ato qëndruan larg njëri tjetrit. U pa që nuk kishin as kontakt me sy. Ndërsa ditën e djeshme janë shfaqur të ulur pranë njëri tjetrit. Që them unë si kam pa, nuk i di. Nuk njek lajmet. Hemi më punë, ikim punë, vim. Pensionista jemi ne. Kështu që s'di që thë. Falim. Shumicat e njerëzve që kanë qenë pranë Ramës janë marrë në hetim nga spaku. Ndërkohë vetë kryeministri i bie që nuk pas ka dieni për asnjërin nga komplotet, aferat që thuren në qeverinë e tij. Ku ti jam s'jam meni dhe ati tu. Ai, po ti janë meni në ati, dhe flisja. Ai, është kryeministër thash edhe ja. Ai di probleme. Ne s'dim ja. Që të ofendojmë, themi, di s'di. Vetëm partia di atë punë. Ne s'dim ja. Hajde mirë pafshim gjithë mirë. Në dosjen e Ballukut përmendet termi palloshi i gjatë. Për kë mendoni se e ka? Po një pallosh i gjatë është në Shqipëri, s'ka me. Pa e shokut vetë, pallosh. Edhe urrëti edhe afrim, dy e ka. Si Palloshi. mendoni si drejtohet me këtë term? Kja ka thënë kështu, që se merr vesh dot, po e marr vesh, e kanë kështu si kështu, si punë urrëti gjoja, po edhe urrëti edhe si pallosh i gjatë është si punë termi mendimon, do një gjatë më i mirë se gjithë tjerët. Po ky është më i dobët se gjithë populli shqiptar. Jo populli shqiptar, po Tanzania nuk është më i poshtë se ky. Me amon nga Tanzania me prunë Shqipëri. Pse nuk po lëshon Rama Ballukun, siç ka bërë me të tjerët që janë marrë në hetim nga spaku? Ja, nuk më selshot dot, se janë bashkë. Janë bashkë to. Pa, medin, kush në shërete? Rama e tha ikë se po më zenë në region iki në Zvicër, ku është atje, azil politik. Edhe kja kështu. A ka frikë Rama Ballukun? E ka frikë si që me ta. Po se në shët dot, ma e mend, për ta hemon tu. Data 11 dhjetor në ndorë, po e lëshoj, ja, do flasën herë tjera. Se lëshoj dot fare, se po lëshoj në shovetën. Sa ja, me dy kam të në qërë Ramën te. Që të gjitha kanë bërë bashkë. Po më firmën i ka Rama, si gaja, më shumë i ka Rama. Ta kanë marrë si punë lecë, hajtë. Po Rama i ka këtë gjitha.